Numri në nështrime parafërsisht deri tani domethënë ajo është afruar diku afër 2000, aty 1800 e diçka, pra pritet që të shkojë aty diku afër 2000 nënshkrime. Gadimja ka mbi 5000 banor rezident pa mërgatën, ndërsa me mërgatën ka dikun rreth 11000 banor. Po Gadimja ka benefite, do të përfiton të benefite të ndryshme dhe drejt për drejta, për arsye që ka një potencial zhvillimit turistik të hatashëm, siç e ka Shpellën, ka Alpet këtu rrethit, cilat mund të themi edhe realisht që mund të themi po ashtu është në rrafshin e Kosovës, pra pika më e lartë këtu nga Alpet është maja e Plitkovicit, e cila është diku në afërsisht rreth 1200 metra mbi nivelin e detit. Kështu që Gadimja i ka të gjitha, se ka domthonë tokën bujqësore, i ka pyjet, e ka Shpellën, i ka të gjitha këto të cilat mund ka dalën autostradën Arbër Xhaferi, këto domthonë që shkon për Shkup. I plotëson edhe do ishte me benefit jashtëzakonshëm që Gadimja të bëhej komunë vete. Nuk ka as buxhet Lipjani. Për mu, Gadimja mund më ka në komunë e veçanë se i ka të gjitha, e ka teritorin, e ka shkollën, e mesme, shkollën fillore, ambulancën, i mu kanë vetëm një postë dhe një bankë. Tjerat i ka gjitha. Po nga Gadimja janë do sene për më rregullu alat, si do trotuara, do ndriçime, do sene, ama parafërsisht janë i plotson kushtet. Po nashta muna me bollaf ma kallaj me këta të Gadimja sa me shku në Lipjan. Ma ofër i kena shumë sene, kryen shërbimet ma shpejt. Edhe nashta nuk hipen do sene vendosëm në Gadimja besoj, sa me vendos Lipjan. Lipjani për jep këto me qira shumë sene pa na vetë.